Keni duar të thata nga dimri, provoni këtë recetë dhe do na falenderoni. Përbërësit që do t'ju duhen për të patur duar sa më të buta janë një lugë mjalt, një të bardhë veze, një lugë glicerin dhe një lugë argjil të bardhë. Përgatitja: në një tas duhet që të hidhni një lugë mjalt të shkrirë por jo të nxehtë. Merrni të bardhën e vezës dhe më pas bashkojeni me mjaltin. Pastaj shtoni një lugë argjil të bardhë dhe 2 deri në 3 lugë glicerin. Përzieni të gjithë përbërësit me radhë dhe më pas me masën e përftuar masazhoni duart për 5 minuta. Shpëlajini duart me ujë të vakët dhe pastaj fshiheni ato me një peshqir të butë. Kështu ju do të parandaloni që duart tuaja të çahen sidomos në periudhën më të ftohtë të dimrit, ku ato janë kaq të brishta dhe ne vuajmë për të patur një pamje sa më të bukur.